Serbia planifikon rreth 1.4 miliard euro për të blerë asete financiare të paspecifikuara në mënyrë që të sigurojë stabilitetin energjetik. Kjo vjen ndërsa po shtohen diskutimet mbi një marrëveshje të mundshme për kontrollin e kompanisë së naftës dhe gazit NIS në pronësi ruse, që është sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Partia Progresive Serbe ka dorëzuar një amendament në projektligjin e buxhetit për 2026 që do të lejonte shpërndarjen e fondeve shtesë. Shuma fillestare e parashikuar për këtë qëllim në projekt buxheti ishte vetëm 5.1 milion euro. Presidenti Aleksandar Vučić tha se Serbia synon të marrë drejtimin e NIS nga pronarët rusë dhe është e gatshme të blejë aksionet e tyre me çmimin më të mirë, nëse ata nuk arrin një marrëveshje për ta shitur atë te një palë tret brenda 50 ditëve. Rafineria është 44.85% në pronësi të Gazprom Neft, degë kompanisë ruse Gazprom. Qeveria e Serbisë zotëron 29.87% të aksioneve, ndërsa kompania Intelligence me bazë në Shën Petersburg e kontrolluar indirekt nga Gazprom ka 11.3% të aksioneve. Pjesa tjetër u përket aksionerëve minoritar. Në janar thesari amerikan njoftoi sanksione ndaj NIS për shkak të pronësisë ruse. Pas disa pezullimesh dhe vonesash, kufizimet hyn në fuqi më 8 tetor me zyrën për kontrollin aseteve të huaja, që kërkoi largimin e pronarëve rus nga rafineria. NIS njoftoi javën e kaluar se negociatat për ndryshimin e strukturës së pronësisë po vijojnë dhe se bazuar në këto bisedime i kishte kërkuar përsëri zyrës amerikane të thesarit të zgjaste licencën e operimit të kompanisë.